Baba në kalon që 16 vite e s'ka vetë kur. Ka ik jashtë, a lejot me ndru mbjemrin me basi të nanës. Na duhet me këshyrë ku është dami dhe dobia i çdo veprimit tonë. Edhe nëse ndron mbjemrin, çka? Parimisht në islam nuk lejohet me ndru mbjemrin edhe me marrë mbjemrin e nanës. Ta kem këto parasysh përveç atyre dove që po thojnë pse mos me pas mbjemrin e nanës, pse me pas babas. Parimisht, fëmija emërtohet në emër të babas edhe në mbjemër të babas. Nëse ju e dëni nanën se ju ka këqyr ajo shumë, Allahu e shpërblet që ju ka këqyr. Atëherë themi, bani vepra tjera të cilat kanë kuptim edhe kanë argumente në islam që i bëjnë dobi nanës juj. Bëhoni të sjellshëm, bëhoni të dobishëm, të devotshëm. Bëni dua. Nëse e keni gjallë nanën këqyrë në mirë, respektani, nderani, mos e idhnani, mos e mërzitni, bëni dua për ta, jepni sadak, etjerë, kjo është ma dobishme se sa thjesht disa shkroni aty mrapa emrit tënd, kështu ose ashtu, kur gjë nuk lunë rol kjo gjë. Nuk kisha me preferu me bëni gjë të tillë. Baba për vete, ju për vete.